Dita botërore e sigurisë së pacientit, e cila shënohet çdo vit më 17 shtator, synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të pacientëve dhe garantimin e trajtimit të sigurt në institucionet shëndetësore. Besim Kodra, menaxheri i programeve në shoqatën e të drejtave të pacientëve të Kosovës, ka njoftuar se këtë vit Organizata Botërore e Shëndetësisë këtë ditë ja ka kushtuar të posalindërve dhe rritjes së sigurisë së tyre gjatë trajtimit shëndetësor. 17 shtatori nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kremtohet si dita e sigurisë së pacientëve me qëllim të rritjes së sigurisë së pacientëve në trajtime shëndetësore. Këtë vit, Organizata Botërore e Shëndetësisë këtë ditë ka kushtuar të posalindërve edhe rritjes së sigurisë së tyre gjatë trajtimit shëndetësor, edhe për faktin se ata janë fëmijë dhe mundësia raportimit të gabimeve mjekësore apo gjëra të tjera të këqija që mund të ndodhin në sistem nuk mund të bëhet nga ata se janë fëmijë. Prandaj i ka kushtuar një krem të veçantë, madje e rekomandon fuqishëm edhe angazhimin e komunitetit në rritjen e sigurisë së pacientëve. Përkundër faktit që kemi një legjislacion shumë të mirë sa i përket të drejtave të pacientëve, Kodra tha se zbatimi nga ana e institucioneve mbetet në heshtje. Mbrojtja e drejtave të pacientëve është një sfidë shumë e madhe edhe për vendet që kanë një shëndetësi të avancuar, sidomos me ato që kanë të ardhurat e mesme të ulta, siç gjendet vendi ynë. Në Kosovë, mbrojtja e drejtave të pacientëve vazhdon me pas të lashë serioze. Fatmirësia të ne është kemi një legjislacion shumë të mirë sa i përket të drejtave të pacientëve, mirë po zbatimi nga ana e institucioneve mbeten të heshtje. Ndërkaq Kodra tregoi edhe për ankesat më të shpeshta të pacientëve, por edhe pse ato adresohen te institucionet, të njëjtat nuk e marrin vëmendjen e duhur. Ankesat më të shpeshta kanë të bëjnë me mungesën e banave, listat e gjata të pritjes, gabimet mjekësore, çështja infrastrukturore nëpër institucione, aparaturat e gjëra të tjera. Ne vazhdimsi i adresojmë këto tek institucionet mirë, por nuk ka një trajtim shumë serioz nga ana e institucioneve, për shkak se nuk ka një sistem të mirë të raportimit të gabimeve mjekësore, nuk ka një sistem të menaxhimit të ankesave dhe ankesat e pacientëve nuk përdoren si një instrument për me rritë cilësinë e shërbimit shëndetësor, që ato mos mund përsëritet në të ardhmen, por kryesisht trajtohen si raste individuale që shpeshherë nuk e marrin vëmendjen e duhur. Kodra shtoi se gabimet mjekësore duhet të minimizohen me vendosjen e standardeve të mirëfillta për procedurat mjekësore. E para duhen vendosen standarde të mirëfillta se si duhet zhvillohen procedura mjekësore, edhe në anën tjetër duhet ketë një monitorim strikt të zbatimit të standardeve. Nëse e kemi këto gjana, atëherë minimizohet mundësia që të kemi gabime dhe nuk ndalohet komplet, se nuk ka mundur asnjë shtet i botës me ndalu gabimet mjekësore, ato ndodhen se janë procese që rrjedhin vazhdimisht, mirë po duhet të minimizohen. Për fund, menaxheri i programeve në shoqatën e të drejtave të pacientëve të Kosovës, Besim Kodra, inkurajoi të gjithë pacientët që kurdoherë që hasin gabim në sistemi shëndetësor, të lajmërohen te ata dhe bashkërisht të gjejnë rrugën e duhur për t'i adresuar problemet.